Po lundrojmë për gjatë bregut të Gadishullit të Karaburunit, vendi ku forca e ujit ka krijuar gjire manice. Njëri prej tyre është ai i Gramës. Nga Palasa nuk ndodhet më shumë se 1 orë me motorskaf. Rrugës për tek Kygjij ke mundësi të shohësh dhe thyrjet e vijës bregdetare të Karaburunit. Dhe ja ku na shfaqet Grama me gurët e bardhë. Një gjij ku ka shkrimet e 1400-s, 1300-s, ka dhe shkrime për para Krishtit, para Ereson. Çka do të thotë që popullimi i kësaj zone ka qenë i hershëm. Dhe ne duhet krenohemi me këtë. Jemi mësuar që shohim vetëm ca stalagmitet në një guvë greke dhe shohim kartolina, shohim një promocion të papar. Unë them që ka ardhur momenti ta bëjmë dhe ne për vendin tonë. Kemi vende të mrekullueshme, duhet të shesim bukur. Ky e mbaka pastër plazhin. Absolutisht po. Absolutisht po, se ky është një nga shembujt në një vend ku s'vjen askush, po themi që ta kontrolloj apo ta shofi, jo çfarë bën një biznes për veten e tij. Ndërkohë një punëtor bashkie nuk ka për ta bë. Beautiful Albania! Shikoni Shqipërinë e bukur. Që kjo është Shqipëria. Beautiful Albania. Dikur, ky gjij pushtohej nga piratët, ndërsa sot është kthyer në vendin e turistëve, por të disa turistëve të veçantë, të cilët duan qetësinë dhe harmoninë absolute që ofron natyra në këto kënde të fshehura të bregut të Jugut. Mjafton të orientohen bizneset, të orientohen politikat shtetërore drejt parajsave që ne kemi, mos i mbajnë të izoluara të mbyllura sikur po ja merr dikush. Nuk i merr askush. Ktu janë. Kjo është e Shqipërisë dhe shqiptare do ngjelet. Thjesht ne duhet t'ia japim njerëzve të duhur për t'i shfrytzuar, për t'i zhvilluar më shumë, jo për t'i shkatruar. Si është i shqiptari në këtë dëshirë për t'i listuar mrekullitë e Shqipërisë dhe për t'i bërë të njohura për një turizëm elitar? Unë nuk jam i pari, që t'jemi sinqert, ka shumë të tjerë që tentojnë, kanë tentuar, kanë qenë në tentativa. Ne thjesht jemi më të organizuar në Sky Sports, duke qenë se kemi dhënë shembullin edhe në organizimin e fluturimeve, kemi dhënë një shembull që safety, siguria është kryesorja. Dhe mënyra e shërbimit turistik që ka Sky Sports në paragliding në velat, në parashuta, fal nisjes nga Alketi dhe më pas vazhdimit bashkë me Alketin nga federata, institucionalizimi i shërbimit. Nëse institucionalizohet shërbimi, ti nuk ke më një njeri që ka një gomore dhe çon njerëz. Ti ke struktura të ngritura për t'u vënë shërbim të njerëzve, të turistëve. Në këtë gjij, shkëmbin flasin. Mjafton të hedhësh shikimin mbi ta dhe kupton se ndër shekuj e njerëzit që i ka sjell deti kanë lënë gjurmët aty.
shohim shkrime greke, numra romak, por edhe parrulla të lëna nga ushtarët gjatë periudhës komuniste. Në gjirin e Gramës kanë gjetur strehim, anijet e gjendura në vështirësi kur deti e gërsohej. Këto shkrime mendohet se janë simbole për të hequr mallkimin dhe për të rikthyer mundësinë e lundrimit. Këto shkrime në të dyja shpatet fshehin mister.